Sot është një maj dita e punëtorëve. Sa vlerësohen punëtorët në Shqipëri? Zero. Zero vlerësim, vetëm vidhem. Tu nuk zbatohet ligji i sigurimeve nga shteti. Shteti është kundra popullit, kundra demokracisë, kundra të drejtat e njeriut, i mohon punën shqiptarëve. Në vend të ligjit ka bërë dhe antiligj, që është neni 13, neni kontributeve, dhe bëjnë propagandë dhe interpretime nëpër televizione, sidomos televizioni Skan, me atë Fatos Çoçolin, një vegël e ndyrë kundra demokracisë, kundra popullit, po i pinë gjakun popullit. Pensionistët janë të shkelur, i kanë vënë shkelmin në fyt e kanë shtypur popullin shqiptar. Këta janë kundra popullit shqiptar, kundra njeriut punës. Dhe gjithë mediat, nuk ka një medje që të mbrojë të vërtetën. Dhe sot nuk shoh media fare. Ju falenderoj juve që unë kam dhënë disa intervista dhe do t'jap dhe sot kam dalë për protestë dhe personale. Se unë bëj protestë personale kundra kryeministrit, kundra shtetit, kundra të shtetit policor. Ja s'merr policia as me leje as pa leje të protestoj dhe një vetëm para kryeministrisë. Pardjesha para kryeministrisë, ndose me leje që kam tu lejen me vete, dhe këta nuk të lënë të protestosh, të thuash fjalën e lirë, kundra krimit shtetëror të organizuar në bashkëpunim me biznesin që vjedhin shqiptarët, që i kanë masakruar popullin shqiptar. Ta i kanë masakruar, i kanë përzënë shqiptarët nga Shqipëria, gjysmën e shqiptarët, rinin, dhe kanë ngelur pensionistat e vjedhur që trëmen nga shteti policor dhe trëmen të dalin në protestë, trëmen të thonë të vërtetën. Unë jam me të vërtetën dhe sot jam në protestë kundra këtij shtetit, kundra kësaj klase politike që shkel të drejtat e njeriut që ka vjedhur pensionistët.